Ashtu si çdo muaj tjetër, pensionistët e qytetit të Vlorës janë dyndur në dyert e postës shqiptare në degët e saj në qytetin e Vlorës për të tërhequr pensionet, të gjithë në radhë, duke pritur për shumë minuta për të marrë pensionin. Pensionistët e qytetit tregojnë se situata e vështirë ekonomike, por edhe hallet e jetës së përditshme i detyrojnë këta të fundit që çdo fillim muaji që prej datës 1 të presin në dyert e postës duke kërkuar për të marrë pensionin. Ata tregojnë se nuk e përballojnë dot muajin me pensionet që kanë në vlera vërtet minimale. Ndihma sipas tyre vjen nga fëmijët, të cilët i vënë në dispozicion vlera të konsiderueshme monetare. Pensionistët thonë se nëse nuk do të ishin fëmijët e tyre, nuk do të kishin mundësinë më të vogël të jetonin. Një zëri, pensionistët e Vlorës bëjnë thirrje për rritje të pensioneve si një nisëm kjo tepër e domosdoshme për ekonominë e tyre familjare, e cila sigurisht i ndihmon tepër. Si është ky pension për juve, për ekonominë tuaj? Qa është një fluc në sapuni. Pse? Ma argumento pa. Po pse po s'del 100.000 lekë në muaj, ku del? Se del as për ilaçe jo për bukë. Si a del ta përballosh muajin? Qa del? Me borxhe. Me borxhe. Borxhe. Ndërkohë, mendon se pensioni duhet të rritet? Ç'është duhet të rritur? Po pse për vete dirama me 5.000 lekë, 10.000 lekë, në e tyre. Po mirë ja bën këti popli, mirë ja bën këti popli. Ta vdes më në vend. Ke të ndihmojnë fëmijët? Qa në fëmija është për ndihmo për vete? Ku do bëjnë fëmija? Ku ka? Pa shtëpi, pa katandi, pa punë, pa gjë. A është do pak ndihmes për familjen tënde ky pension? Po çfarë ndihmë për familjen? Unë 180 marr, 180.000 lekë vetëm për muaj. 190.000 lekë muaj. 180. 80, mos fal, çfarë bën me to? Cila është gjë e parë që bën me to? Ça bëj laj drita ujë? Qiranë se jam me qira dhe çfarë ngeli për ngan. A ngele çi? Çfarë ja lloj disa qira, çfarë ngeli? Si a del? Po si da del, bjem qa fëmijëve kur ka, na sillin fëmijë. Do të thonë, nëse nuk ndihmojnë fëmijët, Pa ngrënë rrim. pa ngrënë. Çfarë do bëj? Sa është ky pension dhe a është ndihmes për ekonominë tënde familjare? Jo, nuk më del, se unë shumë i marrë ilaçe. Në këtë moshë që kam, unë marrë ilaçe. Megjithatë, e vjen me të mëdhenjët. Po si a bën, si a del? Po, avash avash. Ku ham e ku s'ham. Të ndihmojnë fëmijët? Kanë hallet e tyre, edhe fëmijët. Qa ti thua qati? A i ka vajtur të punoj në më përhuaj. Pas raste nëna që e detyruar të marrësh borxh? Jo, borç nuk ka marrë deri tash, i borçi duhet të dhënë. Apo s'është kështu? E njëjta gjë. Aty je. Në raport me ekonominë tënde familjare, a është ndihmes? Është për mua është mesatare. Mesatare. Ase mira se ke për mua. Për të tjerët janë krunde. Ja del do të shtysh muaj me këtë pension? Unë nuk ja dal dot, se më drejt. Po çfarë bën, si ja del? Marrim borç. Jemi me familje marrim borç. Të ndihmojnë do pak fëmijët? Jo, s'do nga ndihmë nga fëmija, punojnë për vetën e tyre. Kam punuar vetëm. Sa merr në muaj për të kaluar? Po marrë 60.000, 70.000. Po nëse zota kisha ka mundësi për të marrë borxh, çfarë do bëj? Do ikja, si s'kam ikur. S'rrihet me këta vëlla. Ta ka marrë fund kombi mbaroi, dhe leku që e vëllën. Po iku kombi u shpërndërua dhe ta ndjej shumë keq njerëzit. Qytetarët e Vlorës përfitojnë pensione nga vlera minimale prej 9.000 lekësh deri në vlerën maksimale të 38.000 lekësh të reja, por pavarësisht se në çfarë shifre përfitojnë këtë pension, ata duhet të paguajnë faturat e kripura të ujit të pishëm, energjisë elektrike, por edhe koston e ilaçeve, duke harxuar një pjesë të konsiderueshme të të ardhurave vetëm për to dhe duke mbetur më pas shumë pak për konsum dhe ushqim.